Per te kuptuar pse Franka shpertheu në vitin 700 duhet të leme rruget me kaldrem të Parisit dhe të udhetojme 19 kilometra në gjukperendim drejt sallave të praruara të palatit të Versalles. Atje, nën lambadare kristali dhe i rrethuar nga hektare kopshte geometrike, gjeton të Luigi XVI, një mbret që nuk ishte i ligne thelb, por vuante nga një shkepugje fatale nga realitetet e kohes së tij. Franka ishte kombime i fuqishemne evrope, një gjigant me 26 milione banore, por struktura e saj shokerore ishte një relike e se kaluares. E ashtu quashtura regjimi i vjeteraj e ndau popullsinën e tre shtresa, shtresa e pare, kleri, shtresa e dyte, fisnikeria, dhe shtresa e trete, të gjithë të qeret, nga bankieret me te pasur deri te fshataret me te varfet. Tragedia që ndronte në faktin se di shtresate parazoteronin pjesen me te madhete tokes dhe nuk paguanin taksa, ndërsa shtresa e trete mbante të gjithë barren financiare të nje kombine prag të falimentimit. Pelkeni, abonohuni dhe shperndajeni, le te fillogjme, situata ekonomike ishte e desperuar. Franka kishte shpenzuar pasuri duke dërguar trupa dhe anigje për të mbështetur revolucionin Amerikan, një ironi historike, sepse duke i ndihmuar Amerikanet të çliroheshin nga gjembret, Luigi XVI mboli farat e lirise dhe barazise brenda ushtrisë së tij, ide që se shpejti do të ktheheshin kundër tij. Kjo u përkekesua nga një serie papare fatkeqësish natyrore. Dimrat e fundit të viteve 1780 ishin me të ashperit e shekulit. Lumisen ngriu, mullinjtë e mielit pushuan se funksionuari dhe të korrat e grurit u shkaterruan nga bresheret masive. Çmimi i bukes, ushkimi baze nga i cili vare gjeta i katsasta përkin të popullsise franceze, u rritak shumesa një punetor duhej të shpenzon të pagen, e një muagji vetëm për të ushkjer familjen e tij për një gjave. Ndërkohe, në Versalles, po mbaheshin bankete me kindra pgjata. Në këte atmosfere deshperimi, doli në pa figura e mbretëreshes, Marie Antoinette me origjine austriake dhe e njohur si Madame Deficit. Mbretëresha u beshen gjestra e persosur e u rrehtjes populore, edhe pse shume nga pamfletet që karkullonin rreth saj ishin exaggerime ose gjengestra të hapura, stili i saj gjetese simbolizonte arrogancen e monarkise. Anekdota e famshme në te silen, pasi u informua se populli nuk kishte buke, ajo u përgjigj. Le të hane embelsire, ose brioshidesha, e urise eshte pothuajse me sigurin jemit. Por ajo paskiron në menyre të persosur perceptimin e njerëzve për sundimtaret e tyre, ke një nga njebote qeter ke nuk e kuptonin kuptimin e fjales uri. Ideta e ilustrim këto ide të nëksitura nga mendimtare si Volteri dhe Rousseau, filuan të përhapeshin nga salonet letrare në taverna. Njerëzit nuk e pranonin me ke mbreti sundon të sipas e dreshtes hijnore. Ata filuan të pjesnin pse merita dhe arsiegja nuk mund të keverisnin fatin e frances. Në vitin 1788, qeveria franceze shpalli falimentimin. Ministrat e finankave të Luigi XVI u përpoken me deshperim të reformonin sistemin në mënyre që fisnikeria të paguante taksat, por aristokratet refuzuan kategorikisht, duke mbrojtur me forse privilegjet i tyre. Pas gjithjet qeter, mbreti u detyrua të terriste shtetet e përgjithshmengje asamble përfakesuese që nuk ishte mbledhur për 175 vjet. Ishte gabimi me i madh në logaritjen e gjetes së tij. Pasuria e trete, e udhahekur nga juristet e shkelkier dhe borgjeze ambicioze, erdhi në takim gjo për të lipur le moshe, por për të kërkuar një kushtetute. Sistemi i votimit të shtetave të përgjithshme ishte një kurt, qëro shtrese kishte vetëm një vote. Kjo do të thoshte që kleri dhe fisnikeria votonin gjithmone se bashku, dime një, për të blokuar qëro reforme nga shtetesja i trete, edhepse kjo e fundit përfakesonte, 98% të popullsise. Tensionet shpertjen në kërshor të vitit 1789, kur përfakesuesit e popullit, të lodur nga ingjorimi, shpallen veten, asambleja kombetare kur mbreti u përpok të mbil të salen e mbledhjeve, zevendesit u zvendosen në një fushe tenisi, ati prane dhe u betuan se nuk do të ndaheshin derisa t'i gjepnin frances një kushtetute. Betimi i logjes se balit. Akti i pare i rebelimit formal. Luigi XVI, ingurruar dhe i presionuar nga oborri, kreu një gabim të dyte fatal. Shkarkoj Jacques Necker, ministrin e ti të finansave, të vetmin të silit populli i besonte.
dhe filloi të përqendronte trupat e huaja rreth Parisit. Frika përfshiu rruget e kriekitetit si një zjarr në pil. Qytetaret të bindur se mbreti po planifikonte një masaker për të shpërndare kuvendin. Kishin nevojë për barut për të mbrojtur veten. Me korden korik 700 tononanium, një turme e terbuar i naksori syte nga një fortese e vjetër mesjetare. Që shërbente si burg dhe si depo armesh, një simbol i pushtetit absolut të mbretit. Bastigja ajo që filloi si një proteste për ushkim, u shënderrua në lindjen e një kombi, dhe froni preçkelki i Versagjes filloi të sahej, për gjithmonë në peshen, e një vullneti populor që nuk pranonte me zingësire. Qortidan koriku 700 ondonta, nuk ishte vetëm një ditë revolte. Ishte dita kur koncepti i sovranitetit nëndryshoi për gjithmonë duar. Në Paris, atmosfera ishte elektrike dhe e ngarkuar me paranogje. Shkarkimi i neker dhe prania e regjimenteve të huaja mercenare që rretonin qytetin i kishin bindur parizienet se një masaker ishte i afert. Turma kishte plaskitur tash me spitalin e invalideve, duke marrë migjera musketa, por nuk kishin barut. Baruti ishte ne. Bastigja. Një fortese imponuese me mure 30 metra të larta, dominon të lagjen e San Antonios. Per njerëzit, Bastigja nuk ishte thjesht një burg, ishte simboli fizik i absolutizmit, një vend ku, sipas legjendes, mbreti mund të burgoste kedo per një kohet e pakaktuar me një urdhër të thjeshtë me shkrim. Sulmi ishte kaotik dhe i pergjakshem. Guvernatori i forteses, Markezi de Launay, u perpok të negocionte, por padurimi dhe mosbesimi i turmes quan në një shkembim zjarrit e ashper. Në fund të dites, Bastigja kishte rene. Launay të ju pre koka dhe koka e tij, ngullur në një heshte, u parakalua në per rruge, në një paralajmerim makaber të dunes ke du të vinte. Kur lajmi arriti në Versagje, Luigi XVI pjeti njenga u bortaret e taj. A este kjo një rebelim, të silit duka, i la Rochefoucauld ju përgjigj me frazen me të famshme të epokes. Jo, zoteri, este një revolucion. Kjo nga e moment, mbreti humbi kontrolin e Parisit. Flamuri trengjiresh, blude i kuk per Parisin, i bardhe per monarkine. Ube emblema e një garde tere kombetare të udhehe kur nga heroi amerikani luftes, Markezi de Lafayette. Ndërsa Parisi festonte, pjesa qeter e frances ju në nshtrua, frike e madhene fshatra. Kalkuluan të sheteme se fisniket kishin punesuar banda banditesh për të gjegur të korrat të për të ndjashkuar fshataret. Per gjigja ishte një shpertim i terbimit rural. Fshataret sulmuan keshqellat e zoterinjve të tire, jo vetëm për t'i plaskiturato, por edhe për të shkateruar dokumentet që regjistronin borgset feudale dhe detyrimet e skalaverise. Per të shuarket e trazire. Asamblegja kombetare mori një vendim historik natën e 4 gushtit, hekja e plote e sistemit feudal, brenda nxenat e të vetme, privilegjet shekulore u zhduken, fisniket humben të drajtat e tyre të gjuetise, gjykatat e tyre fisnike dhe përgjashtimet e tyre nga taksat. Franka pushoj se kenin gje bashkesi në nështetasish dhe u ben gje kom kytetaresh. Kulmi i ketij seksioni eshte hartimi, i deklarata e të drejtave të ngjeriut, dhe të kytetarit, deklarata e të drejtave të ngjeriut, dhe të kytetarit, e miratuar me të qëbis gusht, u frimezua nga idealet, e iluminizmit dhe deklaroj se, njerëzit lindin, dhe mbeten të lire dhe të barabarte në të drejta. Ishte një termet politik, ligji nuk ishte me vullneti i mbretit, por shprehgja e vullnetit të përgjithshem. Me gjithate, ndërsa deputetet debatonin per lirine abstrakte, Gratte e Parisit përbaleshin me një realitet shume me te ashper. Femigjet e tyre vazhdonin të vdisnin nga uria. Luigi XVI, në një akt rezistans pasive, refuzua të nënshkruante dekretet e asamblese. Tensionet arriten kulmin në tetor. Një turme praj mira grash, të armatosura me heshta dhe thika kasapi, marshuan në shi drajt Versagjes, duke bertitur, buke, ishte një ngjarje e pa precedente. Gratte me të varfra të kriekitetit sfidonin monarkun në pallatin e tij. Ato e detyruan familjen mbretërore të braktiste Versagjen për gjithmonë dhe të zhvendosej në pallatin Tuileries në Paris, ku do të ishin në mbikëkyrgjen e vazhdueshme të popullit. Bukepjakesi, gruaja e bukepjakesit, dhe gjali i bukepjakesit, si që kuanin me talje mbretin, mbretëreshen dhe daufinin. Tani ishin, në fakt, të burgosur të popullit të tyre. Revolucioni kishte triumfuar në fazen, e tishte pare.
por ekuilibri midis monarkisë dhe kombit të ri ishte akibrishte sa kelki. Në vitin 1791, revolucioni francez ndodhej në ngjeu dhe krikte rrezikshëm. Luigi XVI, me gjithese zyrtarisht ende mbret, gjetonte në arrest shtepjak në Palatin Tuileries, në zemër një Parisi ku e shikonte me dishim. Asamblegja kombetare po punonte per një kushtetute kuedo, te kufizonte pushtetet e tij dhe kisha katolike ishte vënë në kontrollin e shtetit, duke krigjuar një konflikt të thellë moral per monarkun e devotshëm. I nën presionin e gruas së tij, Marie Antoinette, dhe te ke shiltareve kë e siguruan se fukite evropiane do të ndihmonin nëse do të arrinte të arratisej. Mbreti mori vendimin kë do të vulloste fatin e tij, arratisjen. Naten e 20 Kershorit, familja mbretërore e maskuar si sherbetore, u arratis nga Pallati Tuileries me një karrose luksoze me kellim arritjen në Fortesen e Montmedy, pranë kufirit me Hollanden austriake. Megjithatë, plani ishte një katastrofe logjistike. Shpejtësia e ngadaltë e karroses dhe njohja e fytyres se mbretit nga nje postier në Saint-Menehuld, i cili e krahasoi fytyren e udhëhetarit me imazhin. Në nje karte monedhe 50 poundeshe, çuan në kapgjen e tij në qytetin e Varennes kathimi në Paris, ishte një procesion funeral per monarkine. Migjera qytetare e panemakinen e varrimit të kalonte në heshtje vdekje prurese. Burrat duke mbashtur kapelat në shenjë per buzjeqe. Igja per në Varennes shkateroj mitin e mbretit si nje baba mbroshtes. Per populin, Luigi XVI ishte tani një tradhtar kë e perpikej të bashkonte forkat me armikte, e frances per te masakruar, nën shtetasit e tij. Ndërsa mosbesimin ndaj kurores rritej, fantasma e luftes filloi të shfaqej në horizont. Monarkita e Austrisë dhe Prusisë, nga frika se virusi revolucionar do të përhapej në territoret e tire. Naksoren deklaraten e Pilnicit, duke paralajmëruar se do të ndërhinin ushtarakisht nëse siguria e Luigi XVI nuk garantohej. Në vend këte frikesoheshin, revolucionaret franceze, te udhëhekur nga fraksioni, i girondin e tata pane në lufte nje mundesi per te konsoliduar revolucionin dhe per te eksportuar idealet e tyre të lirise në te gjite evropen. Franca i shpalli lufte austrise në prill të vitit 1792, por per plasjet e para ishin katastrofike. Ushtria franceze e që organizuar dhe pa ofisere me pervogje, shume prejshte cileve ishin fisnike emigrante. Pesoj disfate pas disfate. Tensionet në Paris arriten kulmin kur duka i Brunswickut, komandanti forkave aleate prusiane, leshojnë gje manifest duke kërcenuar shkaterrimin total të Parisit nëse familja mbretërore pesonte demin me të vogel. Ki mesaj pati efektin e kundert me ate ke sinohegj. Ishte prova perfundimtare per parisienet, se mbreti ishte në alianse me pushtuesit. Me 10 gusht 792, masat populore të Parisit, të njohura si sans kulot, të kuashtur keshtu sepse nuk vishnin pantalonat prej me ndafshit e aristokracise, se bashku me batalione vullnetaresh nga Marsegja, sulmuan Pallatin Tuileries. Ishte nje masakere per gjakshmenet e cilen gardas visirane. E mbretit u shkaterua praktikisht. Renia e Tuileries shenoi fundin e monarkise kushtetuese. Mbreti u pezullua nga detirat e tij dhe u burgos ne kullen e tempullit. Ndërsa trupat prusiane përparuan drejt kriekitetit. Shpertheu ngjevale paniku e njohursi, masakrat e shtatorit. Me turmake sulmuan burgjet dhe ekzekutuan migjera trattare dhe prifterin të dishuar. Megjithatë, me skausit, ndodhi nje mrekulli ushtarake. Në betegja e Valmitëngje, ushtri revolucionare e improvizuar arritit i ndalte prusianet me britmen rofte kombi. Njedite pas kesaj fitoregje, me 21 shtator 1792, konventa kombetare e sapos gjedhur shpalli hekgjen e monarkise dhe shpalli republika e pare franceze Franca nuk kishte me mbret. Fati i kombit tani ishte në duart e nje keverie ke luhate e midis lavdise ushtarake dhe hëmneres se ekstremizmit politik. Pastaj pelkeni, abonoheni dhe shperndagjeni, me republikën e shpallur zyrtarisht dhe fronin, e frances të shkateruar. Konventa kombetare u perbal me dileme me të veshtire dhe të rrezikshme të ekzistences së saj. Çfarete bente me njeriun kredi kur e kishte personifikuar shtetin me të drejtë hijnore. Ish monarku, i zveshur nga titusht, paruket e tij të pudrosura dhe mistiku i tij mbretëror. Tani ishte thjesht qytetari Louis Capet. Megjithatë,
Prania e tigj e thjeshte në një kelin e kullen e tempullit ishte një bombe me sahat. Gjiki ku e pasoj nuk ishte një proses I zakonshëm ligjor I bazuar në ligje para ekzistuese. Në thelb, ishte një debat ideologjik brutal rreth natyres, se sovranitetit dhe te drejtes se një kombi për të shkeputur nga I kaluara e tij. Ndërsa te moderuarit, girondinet, kishin frike se vdekja e mbretit të shkaktonte një lufte të pakontrollueshme dhe favorizonin mergimin ose një referendum. Fraksioni Jacobin nuk ishte I gatshëm të negocionte. Të udhëhekur nga avokati I ftohtë dhe eloquent, Maximilian Robespierre, dhe togeri I tij I ri, fanatiku Louis de Saint-Just. Radikalet imponuan një logjike politike shkaterruese kë, e la mbrojtjen pa argumente. Saint-Just, me 25 vjeç, mbajti një fjalim ke u aftohi gjakun të pranishmeve kur deklaroi se nuk mund të mbretërosh pafajësisht, dhe se mbreti nuk ishte qytetar, por një armik I huaj I lirise. Robespierre e vullosi idene me një fraze ke u be urdhri I vdekjes së monarkisë. Luigi duhet të vdese ke kombi të jetoje. Nuk ishte çështje nëse njeriu ishte I mire apo I kek, por nëse Republika mund të bashkëjetonte me hajen e një sovrani. Pas një votimi të mundimshëm, ku disa deputete votuan nën kërcenimin e shikgjetave nga turma, Louis XVI u denua me vdekje për tradhti dhe komplot kundër lirisë publike. Me 21 janar 1793, rgjeda e historisë evropiane ndryshoi. Në një mëngjes të zimte dhe të ftohtë, Luigi XVI u shokerua në Place de la Révolution. Agje, parangjetur me të heshtur prej mijërave tash, të hujrende prej qeliku I gjigjotinës ramenje bum. Duke I aprere kokën trupit të monarkut të fundit absolut të frances. Per herë të pare në historinë mijëvjesare të vendit, trupi I një mbreti, I konsideruar derivone një kenje e shenjte e lidhur drejt per drejt me Zotin, u trajtua me të njëjtën ftohtesi si ai I çdo kriminalit të zakonshëm. Këshellati e ngriti kokën e pergjakur ke njerëzit të shihnin, duke dërguar një mesazh sfide absolute dhe të tmerrshme në tek gjitha oborret mbretërore të Evropës. Bota e vjetër kishte vdekur dhe nuk kishte kthim pas. Ekzekutimi I Luigit XVI nuk soli pake. Përkundrazi, ai veproi si katalizator për dhunet e paparekë për fshiu Francën nga brenda dhe nga jashtë. Në nivel ndërkombëtar, lagjmi për prergjen e kokës së mbretit shkaktoi tronditjen e monarkitë fëkinjë, të cilat e panevrasjen e mbretit si një sulm të drejt për drejt ndaj rendit natyror të universit. Britania e Madhe, Spanja, Holanda dhe Austria ju bashkuan prusise për të formuar koalicionin e pare, një rrethim ushtarak I projektuar për të shtipur Republikën përpara se virusi revolucionar, të mund të infektonte pjesën qeter të kontinentit. Ndërkohë, në frontin e brendshëm, vendi po shperbehej, përballë kësaj krize totale, ku Republika kërcenohej nga ushtrit e huajane kufishte I saj dhe nga rebelete brendshëm në provincat e saj. Konventa mori një mase emergjente. Kjo do të ndryshonte historinë. Krigjimin e Komitetit të Sigurisë Publike, këtij organi, fillimisht të përbere nga nente dhe me vonen nga dimbedhjet e burra. Ju dhane kompetenca ekzekutive pothuajse të pakufizuara për të marrë vendimet e shpejta në kohë lufte. Këllimi ishte pastrimi I kombit nga çdo gjurmë kundër revolucioni, kofte reale, potenciale apo thjesht e imagjinuar. Liria duhet të vendoset me dune, shpalli gazetari Jean-Paul Marat në Faket, editarit të tij, duke justifikuar eliminimin fizik të tradhtareve. I gjithë vendi uzajt në një spirale paranoje shtetërore ku fëkinjët, dhe non konin njeri tjetrin të dishimet per mungeset e detyres qytetare. Ishin të mjaftueshme per të quar dike para gjikates revolucionare. Mekanizmi kendrori kësaj periudhe ishte ligji I të dishuarve, I cili legjonte arrestimin e kushtu bazuar në shjeljen, marrëdhëniet ose fjalet e tij. Gjigjotina, e quajtur ironikisht tika kombetare, u be një spektakel I përditshëm në Paris. Mbretëresha Marie Antoinetta jo ishte një nga te parat ke u ngjit në tribune, e ngjekur nga migjera aristokrate, klerike dhe përfundimisht, vete revolucionaret e moderuar, kshirondinet, të cilet e kishin nisur procesin vite me pare. Por terrori nuk u kufizua vetëm në ekzekutime. Ishte një transformim rëngjësor kulturor. Krishterimi u naksor gjashtë ligjit. Kishat u mbyllen dhe u vendos një kalendar I riko eliminoi të djelat dhe emrat e shenjtoreve, duke I zëvendësuar ato me terma të bazuar në natyre dhe buçkesi, të tilla si brumarjoj e tomëje të termidor.
kulmi i kësaj çmendurie erdhi në vitin 1704, kur Robespierre vendosi ligjin e 22 prerial, i cili eliminoi të drejtën për mbrojtje dhe për dëshmitare në gjyqet revolucionare. Drejtësia u reduktua në një zgjedhje midis lirimit nga akuzat e vdekjes. Në këtë atmosfere, Robespierre, i paprishuri, filjuat e spastronte edhe aleatet e tij me të ngushte. Georges-Jacques Danton Burri që kishte shpëtuar Franse me oratorinë, e ti kur prusianet ishin të portatu dergua në gjizotine sepse suggerua që terrori të mbaronte dhe se ishte koha për mëshire. Para se të vdiste, Dantoni bertiti kur pa shtepine e Robespierrit, se shpejti do të mendikni, dhe profesia e tij u bë realitet. Klima e frikës në konvente u bë e padureshme. Deputetet e dinin se secili prej tyre mund të ishte i radhes në listën e zezet e komitetit. Me 27 korik 791 e nenta e termidor renia ndodhi. Robespierre under preteksa per pikej të fliste dhe, pas një përleshje kaotike në të cilën përfundoi me në fulen e thirë nga një arme zjarri, a ju arrestua. Të në sermen, njeriu ke kishte derguar migjeran njerez në vdekje shigjoj ilacin e tij në tehun e gjizotines, me ekzekutimin e tij. Terrori i madh mori fund, duke lënë një Francë të raskapitur, të traumatizuar nga gjakderdhja dhe me një vakum pushteti ku e nuk kërkonte me utopina e virtitit, por thjesht stabilitetin dhe rendin. Diçka që vetëm një ngjeri mbi kale mund ta ofronte. Pas rënies dhe ekzekutimit të Robespierrit në korrik 1794, Franca hiri në një fazet e një dehgjegjet e tele politike të njohur si reaksioni. Termidorian vendi ishte i raskapitur. Terrori i madh kishte lënë plagë psikologjike dhe sociale që do të duheshin dekada për të shëruar. Udhëheqësit e rinj të konventes, burra me të moderuar dhe shpesh me pragmatike, ose edhe të korruptuar, vepruan shpesh për të çmontuar aparatin shtipes të jakobineve. Klubet e tyre u mbyllën, migjerat e burgosur politike u liruan dhe kontrollet e çmimeve u hoken, gjë në mënyre paradoksale shkaktoi inflacion të shfrenuar që goditime rende me të varfrit. Ishte një periudhë hakmarrëgjeje, i ashtu kuashturi, terrori bardhe, pa grupe aristokratesh të rinj dhe burra borgjeze të ndiknin dhe vrisnin ish militante radikale në rrugët e Parisit dhe Lyonit. Borgjezia, e cila kishte kene forca levizese filestare pas revolucionit në vitin 1789, rifitoi kontrollin e shtetit. Në vitin 1795, u hartuan gjë kushtetute e reke kërkonte me dëshperim të parandalonte. Ke pushtetit e përkendrohej për serin Eduard, e njeriu të vetemos e të një komitetit e vogel. Drejtoria ishte një sistem qeverisgjegje ku pushteti. Ekzekutiv ndahej midis pese drejtoreve, dhe legislatura ndahej midis dhomave. Keshillit të pese kindeve, dhe keshillit të plekve. Me gjithate, drejtoria ishte e djanuar ke në fillim të deshtonte për shkak të pakendrueshmërisë. Ajo ishte e angazuar në një lufte të vazhdueshme në di fronte, jakobinet, të cilet donin një kthim në radikalizmin social, dhe mbretet, të cilet po përfitonin nga kaosi për të provuar të rivendosnin monarkin e Bourbone. Drejtoria u bë e varur nga ushtria për mbigjetese. Sa herë që kishte një revolte në rrugë ose një kërcenim për një grusht shteti, qeveria thërriste generalet për të rivendosur rendin me forse. Ishte në këtë skenar krize të përhershme që figura e një oficeriteri korsikanas filloi të shkelkente me një intensitet verbues. Napoleon Bonaparte momenti. Itaj i pare i madh i lavdise erdhi në tetor 1795, kura i mbrojti konventen kunder një kringritjeje mbretërore në Paris duke përdorur një bresheri armesh që shpërnda në rebelet dhe e bene atë heroine dites. Ky nga ajo kohë, ngritja e tij ishte meteorike. Drejtoria e frikesuar nga ambisja e tij, por në nevoje për fitoret e tij, e dërgoi atë në fushaten italiane. Ku Napoleoni në kryeten një ushtrie të uritur dhe të pagjisur dobet, arriti të mposhte forcat austriake në një seri betegjash të shkelkjera. Napoleoni nuk fitoi vetëm betegja, ai fitoi refimin. Ai përdori plasken e luftes për të paguar ushtaret, e tij dhe dërgoi tesare artistike në Paris, duke u bërë një simbol i lavdise kombetare, ndërsa drejtoria u zhyt në skandale korrupsioni dhe falimentimi. Në vitin i 1798, ai u përpokte bente një ekspedite ambicioze në Egjipt për të prerë rrugët tregtare britanike, dhe me gjithese flota e tij u shkaterrua nga admirali Nelson. Ekspedita u parakit në Franse si një triumf kulturor dhe shkenkor. Ndërkohë, në Evropë, koalicioni i dytë po formohej kundër Frances,
dhe drejtoria dukej e pafte për të mbrojtur kufiqte. Kombi ishte gati për ndryshim. Populli nuk bertiste me për liri, barazi dhe velazeri, por për rend, siguri dhe buke. Kulmi i kësaj periudhe vjen me grushtin e shtetit 18 i Brumer, 9 nëntor 1799. Me mbështetjen e vellajt tetij Lucien dhe politikaneve të zgjuar si CIS, Napoleoni u kthye nga Egjipti, hiri në Këshillin e Pesekindeve dhe. Pas një momenti tensionues në të cilin pothuajse u sulmua nga deputetet, grenadieret e tij u larguan nga dhoma. Drejtoria u shperbe dhe konsulata me Napoleonin si konsullin e pare. Oficeri kue kishte filluar si i huaj në Franse, ishte tani ngjeriu me i Fukishem në vend në Moshen, 30 vjeç. Revolucioni francez, i cili kishte lindur për t'i dhënë fund absolutizmit. Po i adorezonte frenate pushtetit në generali kue premtoi të mbronte fitimet e revolucionit në një grusht të hekurt. Rruga drejt perandorise ishte vendosur dhe harta e Evropës ishte gati të rivizatohej për gjithmonë. Disfata përfundimtare e Napoleon Bonapartit në Betegjen e Waterloo në vitin 1815 që dukej se shënonte fundin e vales revolucionare dhe ktimin në rendin e vjetër monarkik me restaurimin. Megjithatë, bota nuk ishte me e ngjajta. Farat e mgjella midis viteve 1799 dhe 1799 kishin zene rengje akte thellasa as njembret. Sado absolut që pretendonte ta ishte. Nuk mund t'i shkulte ato nga rengjet. Revolucioni francez nuk ishte një ngjarje e kufizuar në një dekade ose në një vend, ishte Big Bang i modernitetit politik. Trashëgimia e tij e pare dhe me e prekshme ishte kodi napoleoniki kod ligjor zëvendësoi kausin e ligjeve feudale dhe zakoneve lokale me një sistem të vetëm, të shkruar dhe të kuptueshëm. Ai vendosi pari me kue tani i konsideroi me themelore, lirine e kontrates, hekgjen e të drejtave të ligjes, lirine e ndërgjegjes dhe mbrojtjen e prones private. Kiko dube baza e drejtësise civile në pothuajse të gjithë, Evropen dhe Ameriken Latine, duke demonstruar se ligji nuk ishte një teke e monarkut, por një kontrate midis kujtetareve të barabarte. Per te ligjeve, revolucioni francez ripercaktoi konceptin e identitetit kolektiv duke shpikur nacionalizmi. Modern per para vitit 1789. Banoret e francez e shihnin veten si nënshtetas tengje, mbreti ose anetare tengje, ragjoni, bretoneze, gaskone ose provensale. Revolucioni i mesoi ata se të gjithë ishin franceze, anetare tengje kombi, komgje kom sovran i bashkuar nga të drejtat dhe detyrat e përbashketa. Kjo ide se populli eshte burimi i legitimitetit politik dhe ka të drejten e vete vendoshe super hapsi zjarën e të gjithë pjesën tjetër të botes. Ishte fort ka levize se pas levizjeve per pavaresine Ameriken Latine, ku udha hekes si Simon Bolivar, të edukuar në dritan e iluminizmit francez, solen idealin republikan në ande. Ishte gjithashtu frima kë frimezoi revolucionin e skalleverve në hajtiku motogja e barazise usua deri të pasogjat e saj përfundimtare, duke demonstruar se të drejtat e ngjeriut ishin, si pas përkufizimit, universale ose nuk ishin asgjë, në sferën e jetës së përditshme. Revolucionin alla trashëgimi kë i përdorim çdo minute të dites pa i kuptuar. Sistemi metrik desimal ishte një krigjim revolucionar i projektuar për t'i dhënë fund konfuzionit të peshave dhe masave baroniale kë lehteson të mashtrimin dhe pengon të tregtine. Shkencëtarët e revolucionit kërkuan një mase universale të bazuar në natyre, metrisin një pjese e meridianit të tokës. Këta ishte për të gjithë popull dhe për të gjitha koherat. Po kështu, ndargja politike midis magjtas dhe gjattas gjo e ka origjinen në rregullimin e uleseve të asamblese kombëtare. Mbështetjes të ndryshimeve radikale, në të majte dhe mbrojtjes të rendit tradicional, në të gjatëte. Edhe ndargja midis kisha dhe shteti koncepti, i arsimit publik falas dhe marteses, civile gjane shtillat e shokerise sone, kë moren pagezimin e zgjarrit në tubimet e dunshme të Parisit. Megjithatë, trashëgimia e revolucionit. Francesca edhe nje anet e erret ke sherben si një paralajmërim i përgjithshëm, rreziku i fanatizmit ideologjik, embretërimi i terrorit dhe institucionalizimi. I gilotines tregoi se si një ndjekje fisnike e drejtësisë mund të degeneroje në një tiranit e përgjakshme kur besohet se kellimi justifikon çdo mëgjet. Revolucionin amesoi se demokracia nuk ishte vetëm sundimi i shumicës,
por edhe respekti për pakikat dhe ekzistenca e kufigjve të pushtetit të shtetit. Tensioni midis lirikë tenton drejt pabarazise dhe barazia gjigje kë mund të kerçenogjelirin. Mbetet debati i madh i demokracive tona aktuale. Në fund të fundit, revolucioni francez ishte laboratori ku u testua gjithçka ku e gjemi sot. Në dhate drejshtat e njeriut, por në tregoj edhe të merret e luftes totale dhe shtypjes politike. Në dha shkence moderne dhe administrate efikase, por në tregoj edhe se si një udhëheqjes karizmatik mund të transformojë një republike në një perandori. Sot, sa here që një qytetar kërkon transparencë nga sundimtarët e tij, sa here që një grua pretendon të drejtat e barabarta, ose sa here që një popull ngrihet kundër padrejtësisë. Gjehona e dauleve të vitit 1799 vazhdon të gjehoje. Revolucioni francez nuk ka mbaruar. Është një proces i vazhdueshëm, që rifilon sa here që kushtojmë se pushteti nuk u përket atyre në krije me të drejtë gjaku apo parash, por atyre në fond me të drejtë njerëzimi. Me pas bëni like, subscribe dhe share. Deri në gjetren.